Një burr I moshës 53 vjeçare me iniciale NN, dje rreth orës 17:30 ka bërë vetvrasje, I cili ka ranë nga dritarja e banesës së tij në rrugën Dimitar Vllahov, që gjendet afër kishës në qendër të qytetit. Me këtë rast, ai ka marrë lëndime të rënda trupore, nga të cilat ka vdekur në vend ngjarje. Njëherë pas denoncimit të rastit në polici, është bërë inspektimi detajuar në vendin e ngjarjes dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për zbulimin e arsyes që ka bërë 53 vjeçarin ta përfundojë jetën në këtë formë. Ndërkaq, sipas evidencave të sektorit të punëve të mbrëmshme në Tetov, nga fillimi I vitit dhe deri më tani, në regionin më të gjerë të Gostivarit kanë ndodhur 3 vetvrasje, 2 femra, njëra nga Reçani dhe tjetra nga Tumçovishti dhe një mashkull nga Gostivari. Gjatë vitit që e lan pas, po ashtu kanë ndodhur edhe 39 tentime për vetvrasje, prej të cilave 22 kanë ndodhur në regionin e Gostivarit. Arsyet më të shpeshta të tentimeve për vetvrasje gjatë vitit të kaluar kanë qenë sëmundjet e ndryshme psikike dhe shpirtërore, pasojat në mosmarrëveshje familjare, shkaku I dashurisë së pakthyeshme, sëmundjet e vashmërisë dhe të tjera.